Mirdita, në emisionin Çka ka me hangër me Arsim Mehmetin, përndryshe shef në restoranin Anda, sot do të bëjmë diçka prej çepujkave apo natë zhargonin ton arpagjikut. Arsimit, detyrat edhe këto. Për ditëshmëri. Që na ka pru Arsimi, arpagjik të kuq, edhe arpagjik thjesht, sheqerin brown, djathë. Do të bojmë qepujkat e karamelizuara, apo qepët e karamelizuara. Pikës pari duhet mi qiru, se pa i qiru, këto na jesin fët. Me i qiru, edhe ato tu knu e tu fishlu. U bua dhe kjo. Kemi qiru, do më thoni kemi qiru do të kuqe, do të thjeshtat bardha. Si zakonisht, me dhezni e shporetin. Që këtë një zi që po dhe qaj. Qaj zërë s'pat. Oke. Buterin apo gjalpin. Të dojmë dhe copa ma tim të që me na u shkri ma shpejt edhe ma kollaj. Presim dhe të na shkrijen pak. Nuk do të me prit me u shkri krejtësisht. Kur të fillon me u shkri, kur të shkrijet gjalpa krejtësisht, atër ja ndalim temperaturën, edhe lojmë temperaturë të vogël qepër zbashku me sheqerin. Sepse gjalpa djegit shumë shpejt, ma shpejt se sa vaj thjesht. Më në presim edhe një 20 sekonda. Që qështo, qepërt, që ku po shkërë më bëhë. Sheqerin. Edhe shkojmë qështu të e bërzi kapak. Temperatura është mirë, nuk është e naltë. Kjo do të me bo për një 3 deri në 4 minuta, derisa të bëhet kjo avash me kadal, me djath. Dhe po thonë, ne kemi djathin, qepën, sheqerin edhe gjalpën. Qëto janë 3 komponenta kryesore e cila e bën një paragjell apo një ndihmëse e gjellës ma tallme. Dikush ka dëshirë që kjo me qene edhe pak e djekst. Më mi qitë qilin, specin e vogël, shumë i djekst. Por kësaj radhe nuk të e bojmë. Se këta kolegë këtu që i këmë këta spehan djekst.
Kështu. Edhe pak, edhe u bo. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Ide operacion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përzije me ujë dhe pam për gatim. Ktheja shtoj mishit dhe e zije. Ne vendosim pastat, shtoj mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Ide e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Nëse e shohim që fillon me u tha, lirisht mujnë me ishtu ka pak ujë, veç jo shumë, veç ka pak. Dhe më thonë, sa me lon sheqerin me u shkri, edhe me lon, dhe më thonë, me qenë ma i langshëm. Këtë duhet për shembull deri në 3-4 minuta në veti, si kur të zihet në veti. Dikur, ma vonë, ja shtojmë flakën, dhe më thonë, një flakë ma e madhe, që ajo de facto me u rreshkë, dhe më thonë, që me mjadhon atë shijen e karamelit. Tash i shtojmë pak ujë, jo shumë, ashtu, që kjo me ngurcu, sheqeri dhe më thonë ngurcohet. Tek kur ngurcohet sheqeri dhe më thonë në kompaktitet me ujnë edhe me qepën, ajo veç fillon me u bo me e langshme, me e butë. Fillon vetë mirë njerë. Më donë, gjatë qitjes uqë që ngurcohet sheqeri. Më donë, bëhet e ngurt, bëhet siguri. Temperaturët më të teshme, ajo veç fillon të u shkri prapë. Presim edhe pak, tash ja forcojmë pak flakën. Veç jo ka shumë. Ashtu. Edhe presim deri sa të homogenizohet, deri sa të kapet në me vete, dhe më thonë deri sa të bëhet ma e kapshme për gojë, dhe më thonë ma e butë. E bukur, tash mujna me shuk, që shto, edhe lëm pak me uftofu. Sheqeri është krejtësisht, qepujka është zbut, djathin e kemë gati, bukuri, fantazi, inteligjenci, magari, budallaki.
Që kjo është qaja për sot. Po muna me dekoru edhe me një fletë salate, nëse dikush dëshiron një copë limon, fleta magdanozi, po kryesori është baza qëti ushqime është qepa edhe sheqer. Bof mirë.